Territori shqiptar për datën 23 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 31 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 30 gradë Celsius, Tiranë 19 deri në 35 gradë Celsius, Durrës 22 deri në 32 gradë Celsius, Kavaj 21 deri në 32 gradë Celsius, Elbasan 20 deri në 35 gradë Celsius, Berat 21 deri në 35 gradë Celsius, Korç 15 deri në 29 gradë Celsius, Vlorë 22 deri në 31 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri në 30 gradë Celsius, Sarandë 22 deri në 31 gradë Celsius.